Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi ka thënë se Albin Kurti nuk i ka numrat. Ai në emisionin Pressing të shtatës ka nxjerrë 2 data për zgjedhjet potenciale të jashtëzakonshme më 15 ose më 22 qershor. Nëse dojnë këta më 15 qershor, shkojnë në zgjedhje ose më 22 qershor, po nuk i kanë numrat këta, e nuk janë që shkojnë në zgjedhje. Unë, PDK-ja, jemi të gatshëm vetëm të shkojmë në kuvend një herë, pastaj shkojmë në zgjedhje, ka thënë Krasniqi. Ai ka folur edhe për zgjedhjet lokale, por tha se mund të ketë zgjedhje parlamentare para atyre lokale. Mendoj që ka me pas zgjedhje pas këtij degradimi që po tentohet me ndodh me këtë blokadë nga ana e koalicionit Vetëvendosje Guxo dhe Alternativa. Mendoj se kemi përgjegjësi më të madhe. Jam shumë i disponueshëm për këtë zgjedhje lokale, por nëse ka me na rastisme i pas një par zgjedhje para këtyre, kushtetuta e ligjit, shtetje, demokracia, janë procedura kokëforta në afate. E mira është që nuk munden me shpall datën e zgjedhjeve vetë. Ne nuk i lejojmë, nuk bëhemi palë në ato shkelje, ka thënë ndër të tjera Krasniqi.